Jo, mendoj që çaj është niveli i saj. Niveli i zonës motorsh. Mënaja se të shko del për një shtëpi publike, domethënë jo që është një deputete dhe ka përgjegjësi për fjalën që aja e flet me shqiptar. Për mu, Lavdrovci nuk është kur më PDK. Po, kryetari ka pas shumë zhvillime të fundit në PDK, po flitet që Fatmir Limaj do të bashkëpunëtistës së PDK-s. Cili është mendimi juaj në këtë aspekt? Unë e kam dhënë të në herët në admirimin e kam shok, mik, bashkë qytetar, prandaj kjo është vendim do të jetë vendimi i tyre, unë mendoj që do ta respektoj edhe do ta përshëndes. A do ta respektoni edhe kthimin e Lavdrovcit në PDK pasi që keni deklaruar se nuk keni kohë rikthimi? Unë mendimet asnjëherë nuk i ndryshoj dhe edhe atë ditë kur e kam dhënë një intervistë Kalimti, kam thënë që për mu Lavdrovci nuk është kur më PDK, po është vendim i kryetarit dhe kryetarisë partisë. Unë respektoj vendimet e kryetarit dhe kryetarisë natyrisht. Në gridje për fund, kryetari, çu e komentoni deklaratat komentet ofenduese të që ka bërë edhe deputeti Androna Matoshi karshi juaj dhe djalit të juaj? Jo, mendoj që çaj është niveli i saj. Niveli i zonës motorsh. Mënaja se të shko del për një shtëpi publike, domethënë jo që është një deputete dhe ka përgjegjësi për fjalën që aja e flet me shqiptar. Prandaj unë mendoj që edhe zonja Matoshi, po edhe do zonja dhe zotëri tjerë do të kanë shumë kujdesshëm çfarë flas. Sepse unë mendoj që pesha e fjalës tyre është bajagi me peshë. Prandaj unë mendoj që kujdesi i së tillë për neve që jena në politikë duhet të jetë maksimal. Pa ofendim, pa fytyrje. Nëse ka dikush vretje në punën, në angazhimin që ne e bëjmë atë, le të flasim me argumente dhe me fakte.